Me ndyqyra, lidhje nuk ka me shqiptari. Unë bona thirrje, pse bona thirrje Zot? Pra në ma thirrjen që tensionet mes me ndyqyrës dhe Mickovskit të në pjedestal, ajo nuk ndodhi, me ndyqyra dul dhe kërkoj falje. Për dallim nga me ndyqyl Pishmangjiu, kur ka qenë BDI-ja në pushtet, gjithë një ka pas respekt për flamurin e shtetit të Maqedonisë, i keni edhe fotografi. Në ndyqyl Pishmangjiu, Shqipnia nuk e do. Edhe ki ka pru flamurat e shtetit shqiptar në strup, duke i njëru flamurin e shtetit Maqedonisë, ku ke tërë biznesin e kot lidh këto për mes vëmërosë. Me të regu që është ma shqiptar se Tim Shkupi, edhe ki me lujtë atë rolin e diftyrshit, dhe këto e ka një plus të madhë Mickovski, se mo nuk ja falë. Ki ka gabu Mickovski, ti nuk ja falë, anë pëse ki ka kërku falë. Anë pëse ki ka kërku falë, ze ishe nis edhe kundërvaqtje ndaj ti për këtë shpërdërim flamurit shtetit Maqedoni, duke me ndyqyl Pishmangjia se do të na mashtrojë neve.